Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Plus Minus 18. Sot do të flasim për problemet kardiake tek të rinjt. Në fakt, vitet e fundit ka pasur një rritje të këtyre problemeve tek moshat e reja. Do zbulojmë sot se cilat janë shkaqet, sa ndikim ka stili jetesës, stresi, ankthi, ritmi i shpejtë i jetesës, çfarë ndikimi kanë nga ana tjetër rrjetet sociale dhe presioni i vazhdueshëm për të patur sukses tek këta të rinj, duket se edhe u shkakton një lloj problemi, por mbi të gjitha mbetet edhe mënyra se si ushqehen. Kuptohet që në një moshë të caktuar ka më shumë abuzim, ne kemi një lloj mentaliteti që duke menduar se jemi të rinj, jemi imun nga sëmundjet, por duket se zemra nuk e ka më këtë imunitet. Pijet me gaz, fast foodet, ushqimet shumë të procesuara kanë edhe ndikimin më të madh. Prezantoj me njëherë panelin, kam kënaqësinë të bisedoj sot në studio me Anila Shahinin, mjeke kardiologe. Të përshëndes, faleminderit që jeni në program, shumë kënaqësi. Pavli Brozi, nutricionist, mirë se erdhe Pavli, dhe ti gjithmonë vjen me një perim me vete. Sot ke marrë brokoli dhe çokoladë. Dy anët e medaljes. Do të thënë një pro dhe një kundër? Po normalisht. Mendoj se çokolada e zezë bën mirë. Por jo për zemrën. Çokolada zezë po gjete. Dhe Jonida Haxhiu, psikologe, shumë kënaqësi që jeni. Shumë kënaqësi dhe për mua që u bashkohem. Anila, pse ka ardhur në rritje numri i të rinjve që smuren më shpesh, pra që kanë probleme kardiake? Çfarë ka ndryshuar? Unë ju falenderoj shumë që jam pjesë e këtij paneli dhe shumë kënaqësi që paneli është më gjerë se sa mjek, sepse në fakt dhe shëndeti kardiovaskular nuk është vetëm këndvështrim thjesht mjekësor. Unë mendoj që mesazhi më i rëndësishëm që ne të gjithë bashkë duhet t'japim sot, që për kujdes kardiovaskular nuk është një fushë e ngushtë vetëm e mjekut. Në qoftë se i referohemi shifrave në rritje të problemeve kardiovaskulare të të rinjt, ne padyshim për të qenë korrekt shohim, a është ky një fenomen global? Për fat të keq po, është një fenomen global. Sa statistikisht shihet që nga viti 2010, pra ndryshimet të shpejta, nga viti 2010 deri në vitin 2019, ka një dyfishim të rritjes së vdekjeve për 1.000 banor. Nga afër 9 vdekje për 1.000 banor në popullatën nën 40 vjeç për shkaqe kardiovaskulare, është dyfishuar ky numër afër vitit 2019 dhe mendoj që është akoma më i lartë në epokën post-Covid. Çka e bën mjekësinë në gjithë botën të shoh dhe të rishoh faktorët që ne mund të parandalojmë për të mos ndodhur kjo gjë, sepse nëse sëmundjet kardiovaskulare konceptohen si sëmundje të moshuarve, sot ne jemi shumë më të vëmendshëm për të parë çfarë po ndodh që po rriten sëmundjet e zemrës apo vdekjet për shkaqe kardiake, kardiovaskulare, le ta themi më gjerë, në popullatën më të re se 40 vjeç. Po shkaqet pak a shumë të paktën në praktikën tuaj, kur vijnë pacientë në mosha të reja që kanë problematika, jo domosdoshmërisht ata që kanë edhe, nuk e di, një fund fatal fatkeqësisht, por ata që kanë shqetësime, përgjithsisht, çfarë vëreni ju? Është stili jetesës, mënyra të ushqyerit, është stresi? Për korrektesë, duhet të themi që faktorët e riskut për sëmundje kardiovaskulare janë për çdo grup moshë njësoj. Por ajo çfarë duket që e rrit vdekshmërinë kardiovaskulare në mosha më të rinë se 40, është pa diskutim një mendësi e re jetese në gjithë globin, përfshirë dhe neve. Vërehet që shkaktarët kryesor padyshim janë mbipesha, hipertensioni, diabeti. Që mendoj që të treja kanë një lidhje jashtëzakonisht, domethënë, të ngushtë. Shfaqja e mbipeshës, e hipertensionit dhe diabetit në popullat të re, pa dyshim që është gati matematikisht e sigurt, rritja e këtyre rrit shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Prandaj thuhet që ateroskleroza është një proces që fillon në fëmijëri. Prandaj ne kemi si shoqëri atë mendësinë që kur je i ri ke sëmundje të zemrës, kur je i ri ke tension, kur je i ri ke diabet. Po nëse bëjmë një analizë që ne e kemi bërë vitet e fundit për faktin që u fut kontrolli mjekësor bazë apo kontrolli rutin në popullatën 35 vjeç dhe lart. Dhe çfarë pam? Pam që 35 vjeçi në Shqipëri, në fakt bota e bën 40 e lartë, po në vende që konsiderojnë riski i lartë kardiovaskular si Shqipëria,
në hartën evropiane të riskut kardiovaskular, Shqipëria gjendet tek risku i lartë kardiovaskular, referuar mortalitetit vjetor për 1.000 banor për sëmundje kardiovaskulare. Çka do të thotë, pra që edhe ne kemi prishur këto ekuilibrat e shëndetshëm, vëmre hipertension, pra dalje nga norma në individ të rinj, vëmre yndyrna të rritura në individ të rinj. Çka do të thotë, pritshmëria për sëmundje kardiovaskulare, nëse një individ 20 vjeçar ka kolesterol të lartë, ka koncepte të ndryshme, Pavlo, sepse unë dhe sot përpiqem ta zgjeroj informacionin, ka njerëz nutricionist apo jo profesionist apo dhe profesionist që konceptet mbi kolesterolin po përpiqen t'i rivlerësojnë, por një gjë është fakt. Fakt i pranuar nga udhërëfyesit. Dhe ne mjekët udhërëfyesin i kemi guidën e pagabueshme në profesionin tonë. Nëse një individ ka ekspozim të zgjatur në vite ndaj yndyrnave të rritura, pra nëse ka kolesterol të lartë në moshën 15 vjeç, po e sjellim një shembull praktik. Konkret, po. Koncepti kolesterol në vite është pranuar tashmë që është ai kyçi që ateroskleroza fillon gradualisht. Sa më gjatë jetë ekspozuar pjesa e endotelit, pra muri një vaze, ndaj kolesterolit të lartë, ndaj tensionit të lartë, ndaj diabetit, pa diskutim që kjo e në gjaku fillon e vuan shpejt. Pastaj si është faq, janë faktorë të tjerë që ndihmojnë. Faktorët gjenetik, faktorët ambiental, të cilët gjithë bota i vlerëson dhe i rivlerëson. Arritemi ne në një ambient të shëndetshëm që nga fëmiria, pra me të paqt, të arsimuar, të edukuar të dëgjojmë, të mirë informuar, të merremi me sport, të mirë informuar, sepse keq informimi për mua është faktor risku, sepse një individ i keq informuar panikohet. Dhe nëse një individ është në një ambient apo në një mendësi gjithmonë që jam i smur, mos e kam këtë sëmundje, mos e kam atë sëmundje, pra e mbetura pikpyetje për shëndetin është gjithashtu një faktor risku. Prandaj gjërat konkretizohen. Kontrollohu dhe s'është asnjëherë e tepërt, pa dash të them që një individ i ri duhet bëj kontrolle rutin, jo. Ama që një individ i ri duhet ta ketë bërë një kontroll tek mjeku, s'është as pak e tepërt, sepse një mjek familje, s'ka nevojë të jetë specialist, merr informacion mbi gjithë faktorët e riskut individual. Prandaj një kontroll i parë duhet jetë masiv. Ndërsa shumë ka që nuk e kanë bërë asnjëherë për mos thënë dhe për veten time. Nuk e di, kam bërë check-up, po zemrën konkretisht të shkoj të bëj vizita, se si duket ne presim gjithmonë simptome. Probleme. Po s'ndjeve diçka, ndërkohë që nga pikpamja kardiovaskulare, momenti kur ndjen diçka, është momenti kur ka filluar sëmundja. Kur ndjen diçka real, ose njerëzit sot manifestojnë çrregullim ritmi, një dhimbje krahërori tërësisht në zemër të shëndetshme. Prandaj një kontakt i parë me mjekun është ai informacioni individual që çfarë risku kardiovaskular ka një individ, qoftë ky dhe moshëre. Pavli, si ushqehen të rinjt dhe cilat janë ato gabimet, le të themi flagrante që bëjnë në mënyrën e të ushqyerit? Dhe që i çojnë ata më pas në probleme kardiovaskulare. Atëherë një ndër gjërat më problematike që unë shikoj sot dhe më përpara, dhe që ka qenë gjithmonë evidente, është që prindrit thonë që fëmia është i ri dhe nuk ka problem, mund të hajë ëmbëlsira, mund të hajë fast food, dhe nuk ka problem, do t'i djegi, do t'i përpunoj trupi, është në rritje, domethënë janë këto konceptet që jepi ëmbëlsira, jepi këtë, jepi çka ka qef, se është në rritje. Por ndërkohë, siç e tha dhe doktoresha, këto probleme fillojnë që i vogël, fillon obeziteti, fillon bipesha, fillon çrregullohet mikrobioma e zorrëve tona, që i vogël përcaktohet se çfarë lloj mikrobiome do kemi ne dhe kjo na ndjek gjithë jetën. Fillon ndoshta dhe insulin resistant, ndoshta 20 vjeç diçka e tillë, pra i rezistent ndaj insulinës, duke konsumuar shumë shpesh sheqer, ke edhe rritje shumë të larta të sheqerit në gjak, që kjo prapë dëmton enë të gjakut dhe enë të gjakut të dëmtuara janë faktor kryesor për sëmundje kardiovaskulare. Gjithashtu ushqimet e përpunuara zakonisht kanë sheqer të shtuar te mase, kanë krip. Kripa është bërë demon shumë i madh, por kripa është demon shumë i madh kur konsumon një pako patetina që ka zakonisht shumë krip. Edhe të rinjtë e sotëm, ushqimet kryesore kanë ushqimet e paketuara, patetina, burgera, pizza, po, që kanë jashtëzakonisht shumë krip, pra kanë krip jashtë normales, edhe kjo sasi kripe për trupin normalisht do kthehet problem
për çdo lloj, për ente gjakut, hipertensionin, sëmundjet kardiovaskulare dhe kështu me radhë. Dhe njerëzit janë larguar nga ushqimet natyrale, i ka humbur sensi i shijes i ushqimeve që janë si puna brokolit, si puna frutave që na ndihmojnë për të pasur një shëndet më të mirë, për të pasur një peshë më të mirë, për të balancuar sheqerin në gjak, për të ushqyer bakteret e mira në zorët tona që ne të kemi një peshë më të mirë, imunitet më të mirë, që të kemi presion gjaku më të shëndetshëm edhe kështu me radhë. Kështu që problem shumë serioz tek prindrit që mendojnë që fëmijët e tyre me që janë të vegjël mund të konsumojnë këto lloj ushqimesh edhe nuk do ketë problem sepse janë në rritje, sepse njerëzit shikojnë vetëm peshën, por ndërkohë ti mund të kesh një peshë shumë të mirë dhe shumë optimale, por ndërkohë mund të kesh diabet tipi 2 edhe nuk e di fare. Mund të kesh një peshë shumë të mirë dhe ti jesh insulin rezistent, pra ti jesh rezistent ndaj insulinës, pra trupi jot nuk e përpunon mirë sheqerin në gjak. Mund të kesh një peshë shumë të mirë dhe prap mund të jesh me hipertension, edhe nuk e di fare. E gjithë ata doktoresha duhet bëhen kontrolle që në moshë të vogël, në adoleshencë, 15 vjeç duhet të kontrollohen, sepse nëse je rezistent ndaj insulinës, thash 15-20 vjeç, është probabilitet shumë i lartë që më vonë mund të kesh probleme me sëmundjet kardiovaskulare. Është probabilitet. Megjithatë shumë të rinj, paktën ata që sapo mbarojnë edhe universitetin, që nisin kërkojnë një punë, të paktën justifikimi që unë dëgjoj më shpesh është nuk kam kohë të ha shëndetshëm, s'kam kohë, ku do gatuaj, si do gatuaj. Është më shumë justifikim kjo, është çështje mentaliteti apo është edhe çështje mundësish ndonjëherë të ushqesh shëndetshëm? Jo, atëherë mendoj që është shumë justifikim, sepse siç e thatë doktoresha, pra popullsia jonë këtu është tejet mase e pa informuar rreth ushqimeve. Edhe nëse shkon në market edhe do të gjesh një ushqim të shëndetshëm, mund ta gjesh, por shumë mund të marrësh një konservë, mund të marrësh një konservë peshku, mund të marrësh një konservë toni, nuk e kot gatuash, është ushqim më i lehtë, mund të marrësh djathë, mund të marrësh kos, mund të marrësh fruta të thata. Pra dhe me këto ushqime mund të bësh kombinime shumë të thjeshta, mund të marrësh fruta, mos merr fare perime, s'ke nevojë të duan gatime kështu me radhë, mund të marrësh fruta, e me këto kombinime mund të bësh gjëra shumë të thjeshta që i konsumon, që nuk të shkatrojnë trupin, edhe merr vitamina, edhe do jesh i ngopur, sepse nëse konsumon këto ushqim, që është një sheqer i gjallë, njerëzit shpesh herë thonë gjalpi është i dëmshëm për zemrën e kështu me radhë. Po unë nuk besoj se në kohët e sotme i shkakton gjalpi njerëzve probleme me zemrën, sepse nuk besoj se konsumojnë aq shumë njerëzit gjalp. Njerëzit konsumojnë sheqer pafund. Gjalpi, edhe ai gjalp që mendohet që është gjalp, më shumë janë gjalp bimor, sepse nuk përdor më njëri gjalp shtazor, se është jashtëzakonisht shumë i shtrenjtë. Kështu që ky ushqim është një ndër shkaktarët kryesorë të rritjes LDL-s, rritjes triglicerideve në trup, rritjes kolesterolit në trup. Më thënë çdo studim, çdo faktor shumë. Ajo nuk është një çokoladë. Kjo është një çokoladë normale. Si tip Kinderi. Është çokoladë, është një ëmbëlsirë, nuk ka rëndësi çfarë ëmbëlsirë është. Thjesht është ëmbëlsirë. Më thënë unë nuk dua të shaj asnjë lloj brendi, thjesht është ëmbëlsirë. Pra sheqeri i shtuar nëpër ushqime është armiku kryesor. Sheqerin e shtuar e gjejmë tek buka, është e tmerrshme, bukë me sheqer. E gjejmë tek salcat, ke çdo lloj salcë, ke 90% e salcave të makaronave, të pastave, ka sheqer. Salcat e domateve? Po, patjetër kanë sheqer, normalisht. Njerëzit duhet të informohen se bëjmë pastat pavli me domatet freskët gjithmonë. Duket një ingredient i rëndësishëm. Sheqeri, ke salca? Salsa. Po. Do ta bëjmë vetë? Po normalisht ata po merren me sheqer pastaj. Çfarë ti bësh? Tash do bësh kompromise. Sheqerin e gjen, domethënë nëpër ushqime që nuk duhet të jetë. Ke djathra të paketuar që kanë sheqer, njerëzit duhet lexojnë ingredientet e ushqimeve. Edhe ke aq shumë akses në sheqer sot, sa nuk është me gjalpi, mishi, kuq problem për sëmundjet kardiovaskulare. Sheqeri tepër. Po pse janë demonizuar kaq shumë? Mishi, kuq, gjalpi, kolesterol. Në vitet 80 në Amerikë u bë një epidemi, doktoresha besoj mund ta di më mirë se unë, u bë një epidemi e madhe e sëmundjeve të zemrës, edhe u bën studime dhe panë që personat që konsumonin mish të kuq kishin predispozim për sëmundje kardiovaskulare. Por studimet nuk kishin, si të thuash, ishin studime me korelacion, sepse personat që konsumojnë mish të kuq kanë korelacion shumë të lartë që konsumojnë dhe duhan, kanë korelacion shumë të lartë që konsumojnë dhe alkool. Gjithashtu, nuk u nda shumë mirë mishi i kuq normal nga mishi i kuq i përpunuar që janë proshutrat, sallamrat, bacon e kështu me radhë. Kështu që ky lloj studimi i gabuar deri diku solli këtë lloj demonizimi. Gjithsesi për mendimin tim, industria ushqimore është biznes shumë fitimprurës që nga mbrapa janë shumë faktorë që ndikojnë studimet edhe tregojnë se si do lëvizit tregu. Patjetër, të paktën këtë e kemi kuptuar. Jonida, jo më pak i rëndësishëm është edhe stresi
ankthi që ne në rastet caktuara edhe vetë ndjejmë trupin që reagon ndaj një situate me nivel të lartë të stresit apo të ankthit. Është e vërtetë, dhe në fakt nëse do i referoheshim statistikave, raportohet gjithmonë më shumë stres, raportohet gjithmonë më shumë ankth, raportohen gjithmonë më shumë probleme të shëndetit mendor. Dhe nëse i referohemi moshave, pra për sa i përket sëmundjeve kardiovaskulare, doktoresha tha që mosha është ulur, pra i hasim sëmundjet, problemet kardiovaskulare në një moshë gjithmonë më të re. Për sa i përket stresit, për sa i përket problemet të shëndetit mendor, në fakt është e vështirë që të gjejmë një moshë, që do të thotë që edhe të rinj, që është dhe fokusi i emisionit tuaj, po përjetojnë gjithmonë më shumë nivele stresi që është shqetësues, pastaj kur shkojmë tek specialistët, kur shkojmë tek mjeku, kur masim parametra shëndetësor të cilët patjetër që ndikohen nga stresi, nga ky aspekt i pranishëm tashmë në jetën tonë. Në fakt ka disa individ të cilët e kanë natyrë, pa dashur të bëj këto ndarje teorike të tipit A, tipit B të sjelljeve, nuk dua të bëj këtë ndarje, por ka disa tipa personash, ka disa personalitete që janë më të prirur për të përjetuar stres, janë më të prirur për të shqetësuar ndaj ngjarjeve që jo domosdoshmërisht janë të mëdha apo kanë nevojë për një ngarkesë emocionale, që do të thotë që këta individ janë më të predispozuar dhe ka më shumë gjasë që të kenë edhe probleme të shëndetit kardiovaskular. Por nga ana tjetër, për ne është shumë e rëndësishme që edhe të kuptojmë natyrën. Pra, për secilin prej nesh, duhet të marrim në konsiderat faktin e të njohurit të vetes, siç tha doktoresha që ne lexojmë trupin tonë. Po, patjetër lexojmë. Ka disa aspekte që janë gjenetike. Dikush është më i prirur gjenetikisht për të patur probleme kardiovaskulare, që do të thotë që ky individ duhet të marrë masa ndryshe nga një individ që nuk është i predispozuar gjenetikisht. Po ashtu edhe tek stresi, edhe tek këto faktorë që janë në një farë mënyrë psikologjik. Një individ i cili kupton që ka prirje më të lartë për të përjetuar nivel stresi, ka prirje më të lartë për të shqetësuar për ngjarjet e jetës, atëherë ka shumë më tepër nevojë mbase për të patur dhe një stil jete që ta lehtësoj këtë situatë të temi. Mbase duke u marrë me sport, mbase duke zhvilluar disa hobi, disa sjellje të caktuara, që ja lehtësojnë të përjetim emocional, të përjetim stresi, në mënyrë që ta ulë edhe mundësinë që ky individ të ketë probleme, të jetë një pacient kardiovaskular në të ardhmen. Për çfarë shqetësohen të rinjt më shumë sot? Për gjithçka. Për çfarë kanë kaq shumë ankth, kaq Për gjithçka, për gjithçka. Duke filluar nga informacionet që marrin një informacion, gjejmë Pavlin me shumë të drejtë, unë jam një nga personat që e ndjek Pavlin, merr një informacion që duhet hash, duhet konsumosh këtë ushqim, ta shoqërosh me këtë tjetrën. Dhe ky në këtë moment për një të ri i cili konsumon gjithë kohën ushqime të gatshme të procesuara, është një moment stresi, sepse thotë, kështu duhet, ndërsa unë kështu jam. Dhe ky patjetër që pavarësisht se duket sikur nuk interesohen, pavarësisht se duket sikur pak ndikohen nga informacioni, patjetër që secili krahason veten, krahason të mundshme me atë që është më e mira dhe ja një motiv për të stresuar. Dhe patjetër që informacioni në shumë raste duhet kemi në konsiderat që nuk merret është edhe i pasakt apo i pa fokusuar aty ku duhet, por marrim informacionin që është i saktë si në rastin konkret. Po gjithashtu një aspekt shumë i rëndësishëm që ndikon në stresin tek të rinjt është e ardhmja, është ajo që po bëjnë sot lidhur me të ardhmen e tyre, ajo që po bëjnë sot lidhur me dëshirat, me ambicjet, me atë çka mendojnë që u përshtatet, shpeshherë të rinjt, por jo vetëm, por me që është fokusi tek të rinjt, e gjejnë veten duke mos bërë apo duke mos qenë të përfshirë në ato situata apo në ato plane në të cilat kishin menduar veten. Dhe patjetër, kjo shkakton edhe stres, shkakton edhe ankth, gjë që ndikon edhe në probleme shëndetësore. Po ashtu rrethi social, duke filluar nga personat e afërm, duke vazhduar me familjen, me shoqërinë, në jo pak raste janë persona tek të cilët të rinjt nuk gjejnë veten, të cilët të rinjt mendojnë që nuk kuptohen, të rinjt nuk gjejnë mbështetjen që kanë nevojë në atë moment, që u duhet në atë moment për të ecur përpara, dhe mos pasja e mbështetjes duhur, mos të ndjerit e përkatësisë tek personat që ke përreth, patjetër që shoqërohet
një individ ka më tepër të ngjartë të ndjehet i vetmuar, por nga ana tjetër patjetër që i përjeton më me stres të gjitha situatat e tij jetësore, që do thotë që përsëri individi i tillë është më i prirur dhe ka më shumë mundësi të ketë probleme edhe shëndetësore. Fakti është që më duket si paradoksale është fakti që në kohën kur ne mendojmë që janë të gjitha mundësitë për të qenë mirë, ne duket se jemi më keq. Praktikisht informacioni nuk mungon. Okej, mund të jetë kaotik, të vjen pa dashje, jo i certifikuar, se tani dhe blogerët po bëjnë mjekun, po bëjnë nutricionistin, etj. Por që i ke edhe kanalet për të marrë informacionet të sakta. Kur jemi të informuar se çdo të thotë jetosh mirë dhe cilat janë ato gjërat që na kategorizojnë si individ që jetojmë keq apo veset etj. Prap janë më të stresuar, më të smur, ushqen më keq, ka nevojë më shumë për psikolog. Më thënë, si ka mundësi që vjen kjo, ndodh kjo gjë, kur ti mendon, sepse po lexoj edhe dje, kjo më tepër një informacion ekstra temës, që të rinjt, sipas një artikulli që në fakt ishte bërë Majlinda Bregu dhe që ishte shumë i bukur për 8 marsin, të rinjt sot ishin më konservator se prindrit e tyre, dhe kjo për shkak të pasigurisë ekonomike. Pra, ti kur mendon që vërtet sot je në një hapësirë të madhe, në një fushë ku i ke të gjitha mundësitë të rritesh, të zhvillohesh personalisht, të jetosh mirë, të kujdesesh për veten, duket sikur ka diçka që na ka bërë që t'jemi më keq, sidomos këtë brez. Më së shumti kjo lidhet me faktin që gjendja jonë aktuale, pra gjendja një personi që bën vlerësimin nuk përputhet me atë që do dëshironte personi të bëj. Sepse nëse përputhet, pra nëse personi dëshiron apo kishte menduar që do ishte mirë të përfshirë në aktivitet fizik, dhe nëse e bën këtë gjë, ka më pak të ngjarë të stresohet nga një informacion i tillë. Apo nëse shikon informacione për ushqyerjen e shëndetshme dhe në rast ku personi e bën pak a shumë këtë lloj ushqyerje, pra ka një stil të tillë diete, ka më pak të ngjarë të stresohet edhe të mendoj që është keq. Kjo më së shumti ndodh për shkak të mospërputhjes së asaj që personi është dhe asaj që personi mund apo dëshiron të jetë. Ne gjithë dëshirojmë, ne gjithë themi që është mirë të bësh aktivitet fizik, ne gjithë e proklamojmë këtë dhe tek fëmijët dhe tek gjithë njerëzit, po sa e bën këtë gjë praktikisht, sa e praktikojnë këtë gjë në jetën e tyre reale. Ne gjithë themi që është ushqyerje e shëndetshme, në shumë ambiente ne hasim këtë diskutimin se duhet të ushqehemi në mënyrë shëndetshme, duhet të kemi kujdes këtë apo atë, por kur flasim konkretisht, po ti çfarë bën? Është shumica njerëzve rrugën edhe pse unë edhe gjej justifikime, kështu që kjo mos përputhje pikërisht na bën të ndonjëherë të ndihemi mbase jo mirë edhe ta mendojmë apo ta dëshirojmë veten në një situatë tjetër e cila nuk përputhet me atë aktuale. Anila, duhani. Të paktën ne konsiderojmë një popullsi që pim duhan. Pra, në përgjithësi shifrat flasin që jemi një ndër vendet me konsumin më të lartë. Duhani pihet me gaz dhe aktiviteti fizik, ose mungesa e aktivitetit fizik. Unë do t'i shqyrtoj me kënaqësi, po marr shkas nga çfarë po thoshte Jonida, se ndërkohë dhe po mendoja. Çfarë i shqetëson më shumë dhe dua ta them se ndoshta më vonë nuk e di a do mund ta them në të njëjtën mënyrë. Unë mendoj që një kontradiktë e madhe e brendshme të rinjve sot është që shqetësimi kryesor është për aparencën. Pavo po bënte një kështu domethënë, po më shtynte të mendoja dhe ishte shumë, me vërtet ishte një ndjesi që unë e shoh dhe tek mosha më të mëdha se sa të rinjt, një shqetësim të rëndësishëm për aparencën, duke harruar brendin ton dhe brendia jo në shëndeti së pari, por janë dhe emocionet. Në qoftë se njerëzit sot, se kjo po ndodh në gjithë botën, mendoj që po studiohen shumë gjëra që pse s'po shkon paralel rritja e mundësisë për të jetuar më mirë me një shëndet më të mirë. Mendoj që në thelb të kësaj, përpos disa faktorëve të tjerë që varen dhe zvaren nga ne, është kujdesi për shëndetin real tonin dhe kujdesi për emocionet tona. Nëse sheh të rinj perfekt në aparencë, apo mosha më të mëdha, unë për vete jam nga njëri që e vlerësoj shumë të bukurën dhe them që e bukura është edukim dhe është shumë e vlefshme, por mendoj se duhet të shohim të paktën ne profesionistët për te asaj që duket. Për te asaj që duket, unë shoh një të ri që
kur unë i flas si mjeke, është gati i papërqendruar të dëgjoj 2 minuta rresht. Dhe që aty mendoj se kam përballë një të ri mjaft të stresuar, sepse mungesa e aftësisë për të qenë i qetë dhe për dëgjuar, mendoj që është një vlerësues i thjeshtë që sa i ngarkuar emocionalisht është person. Po janë edhe efekti i reelsave, i videove të shkurtra. Por secili nga ne normalisht duhet të vëmë gishtin aty tek faktor mjaft të rëndësishëm, që fillojnë tek edukimi i fëmijëve. Nëse prindërit i vënë përpara një model mame perfekte, babai perfekt dhe pa u kujdesur për shëndetin emocional të fëmijëve, çfarë duan këta fëmijë më shumë, ajo që dhe Jonida po thoshte, se jo të gjithë fëmijët do bëhen influencer me një aparencë perfekte, sa unë u thjeshtoj ndonjëherë përveç fëmijëve të mi dhe të tjerëve, të rinjve, i them, është një botë me konkurrencë shumë të lartë, kështu që investohuni dhe përtej aparencës. Pastaj një gjë shumë me risk, mendoj unë, që të rinjt mendojnë se duhet kenë atë anë financiare që ka një që ka investuar 20 apo 30 vjet në profesion. E pranojnë me shumë vështirësi që ana financiare vjen gradualisht, sepse duhet fillojnë të punojnë dhe me pak shpërblim, por duke u rritur profesionalisht. Një profesionist i mirë, Jonida ne i referohemi profesioneve tona, edhe kur ka qenë student i shkëlqyer, nuk bëhet profesionist i shkëlqyer për 2 vjet, për 5 vjet, pra profesioni është gjithmonë rritje, si në mjeksi dhe kudo. Pra nëse ne nuk e transmetojmë këtë gjë që pak fitim sot dhe profesioni mirë sot, nesër kthehet në rritje financash, në rritje profesionale dhe emocionale, se shkojmë paralelisht. Pra, mendoj janë 2 faktorë shumë të rëndësishëm që kundërshtojnë atë mundësinë më të mirë sot në dukje me shëndet jo të mirë. Ndërsa nga këto të njohurit pastaj duhanpirje, që është një faktor madhor risku për sëmundje kardiovaskulare. Ne shpeshherë na qellon që shohim një pacient i cili ka bërë revaskularizim koronar, ka bërë stentim, bypass, bërë apo pa bërë infarkt, ishemi cerebrale, insulte tranzitore, në pacient që kur e pyesim, ke patur hipertension? Jo. Ke patur predispozit gjenetike? Jo. Ke patur yndyrë në ndjeshëm të larta, se mund të kenë qenë lehtësisht të rritura. Dhe më shumë na shkon mendja që është duhanpirja në një individ që konfirmon që është duhanpirës, pa diskutim dhe shkalla e duhanpirjes nuk është e njëjtë. Ka individ që konsumojnë një sasi të vogël duani, një sasi të mesme dhe të rëndësishme. Pa diskutim, duhanpirja është në vetvete faktor, por masa e duhanpirjes është pa diskutim faktor më shumë. Sa më i lartë jetë konsumi duanit, aq më i lartë është probabiliteti për zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Dhe pa diskutim, fatkeq për mua janë duhanpirësit pasiv që për shkak të punës janë në një ambient ku konsumohet shumë duhan. Pra, edhe shëndrimi duhanpirjes në modelin e konsumit nëpërmjet cigareve elektronike, pa dashur të jem, po them, kundërshtuese kësaj forme të duhanpirjes, bota mjekësore nuk është se i pranon kaq të shëndetshme. Pra, jo, përkundra, dhe me të ka dhe opinione të ndryshme, përkundrazi konsiderohen gjithashtu faktor risku. Mund të jenë një ndihmës për të lënë duhanin dhe normalisht e parë nga ky këndvështrim është gjë shumë e mirë. Jo, nuk është fare ndim. Nëse jo, ke kaluar nga një vezë në tjetër, ke zëvendësuar dhe ka. Duke qenë një vezë dhe i vështirë dhe terapitë supportuese në Shqipëri nuk janë shumë prezente për lënien e duhanit dhe këtu normalisht në një farmase duhet dhe të bëjmë një lloj, po themi, thirrje për t'i njohur dhe në mjekët ato supportuesit e lënies së duhanit. Sepse dhe nëse nuk i gjejnë këtu, mund t'i kërkojnë, sepse është një vezë i cili realisht është shumë i vështirë për t'u ndërprerë. Por ama nëse ndihmohesh për ta lënë dhe nëse mjeku e saktëson tek individi që sheh që sa e rëndësishme, veçanërisht në individ që kanë dhe faktorë të tjerë risku. Sepse nëse pjesa e vlerësimit të riskut kardiovaskular është komplekse. Nëse ke një faktor risku, ke një risk në aq përqindje, nëse shtohet një faktor risku tjetër, risku dyfishohet. Po nëse një pacient vjen edhe konstaton normalisht që ka probleme kardiake dhe një nga shkaqet është pirja e duanit, ju i sugjeroni që ai ta lërë duanin e lë, apo ka dhe raste që vazhdojnë ta pirë? Kam parë në praktikën klinike që kur ndjehet i shëndetshëm, shpeshherë përgjigja është e kam shumë të vështirë ta lë duhanin. Dhe unë shpeshherë i vë përballë një situatë pa dashur, sepse është shumë e rëndësishme që ne si mjek mos i themi që një pacienti që hyn sot në ambientin tonë të vizitës dhe thot jam duhanpirës, unë do të them
lëre duhanin se është vdekje prurës, sepse nuk është kjo ajo mënyra si ne e transmetojmë. Ka njerëz padyshim që duan t'ua thuash në mënyrë ekstreme, por kjo jo gjithmonë funksionon. Ama për të treguar se sa e rëndësishëm është frika në lënien e duhanit, një pacient që ka bërë infarkt, që ka vendosur stent, që ka bërë bypass, që ka bërë një ishemi cerebrale, kur kthehet tek ne thot e lash duhanin. Pra, është shumë e rëndësishme se sa ne e transmetojmë, sepse aq shumë e din njerëzit sot të thënë thjesht që lëre duhanin, sa e thënë nga mjeku në këtë mënyrë thjesht lëre duhanin, shpeshherë impakti është i vogël ose as pak. Kur detajohen gjërat... Pi cigare, por ndërkohë ke një jetë të shëndetshme nga ana tjetër që bën edhe sport edhe vrap. Sigurisht se sa e thash, kam parë individ duhanpirës të ekuilibruar, që kur e kam parë që ka një shëndet kardiovaskular perfekt, do të thotë që në jetë ekuilibrat janë shumë të rëndësishëm. Pra, jo gjithmonë do themi që duhani është vdekje prurës. Pra, ka mas duhanpirje, ka individ të cilët janë kaq të shëndetshëm në këndvështrimet plotësuese, sa prandaj e thash, një faktor risku është të çon në risk këtu. Shtimi një faktori tjetër risku matematikisht e shton riskun kardiovaskular. Prandaj, më frikë do kisha një individ i cili është obez, i cili është me probleme të rritjes së yndyrnave në gjak, me hipertension, se sa një duhanpirës të ekuilibruar. Kjo për të transmetuar mesazhe korrekte. Pastaj, që të mos themi që jo, se duhanpirja nuk vret. Pra, ne duhet t'i themi çdo individ atë që t'ja kalkulojmë, sepse është e mundur t'ja kalkulojmë, t'ja llogarisim, t'a themi thjesht, riskun kardiovaskular. Rutina që të sjell cigarja është shumë e dëmshme, sepse mund të pish kafe pa konsumuar mëngjes, sa ashtu të shijon. Do pish pak më shumë alkool, sepse njëra tjetrën e frymëzojnë, nuk e di pse. Mund të rish pa gjumë, se po të pish në darkë cigare, nuk të zë gjumi. Do me thënë, cigarja përveç se tymit, ajo ka dhe këtë pjesën tjetër si dëm kolateral, pra se të fut në një rutinë të pashëndetshme. Patjetër. Pavli, të dobëson cigarja, se disa vajza e pinë cigaren edhe sepse kur e lën, shtonja 5-6 kg. Atëherë fakt është që duhani dhe cigarja dëmtojnë disa receptorë në gjuhën tonë, edhe në momentin që ne konsumojmë ushqim, kemi më pak kënaqësi nga ai ushqim, sepse dëmtohen disa receptorë në gjuhë, jo të dëmtohen, po si thua surpresë ose nuk e ndjejmë aq shumë shijen e ushqimit, edhe kjo gjë të bën që të mos konsumosh shumë ushqim. Kjo është fakt. Është fakt. Jo, e besoj sepse ata që lën duhanin thonë që në momentin që lë cigaren të kthehen të gjitha shijet. Po. Domethënë është ky faktor që ndodh mbasi le duhanin, dhe faktori i dytë që shton kile është sepse ndoshta stresi që ke nga mungesa e nikotinës të bën që të mbi konsumosh ushqim dhe ta mbysësh atë dëshirën për duhan me ushqim të tepër të konsumuar. Kështu që është faktor, po nuk është faktor që njerëzit pinë duhan që të mos jenë të shëndosh. Normalisht. Për të qenë të shëndetshëm, është vërtet dhe për të shmangur obezitetin dhe gjitha problemet që sjell, veçanërisht pesha e tepërt në trup, është ushqimi sipas jush faktori kryesor, apo pa aktivitet fizik dhe pa një stil jetese në vijat përgjithshme të shëndetshëm nuk ka vlerë asgjë? Atëherë, nuk e them unë, por e thonë shumë persona, 70% e punës për një jetesë të shëndetshme është dhe vjen nga ushqimi. Normalisht jetesa aktive ka nivelet e veta dhe duhet të jetë patjetër e pranishme, por 70% e punës vjen nga një ushqim i shëndetshëm. Tani unë dua të them një gjë shumë interesante, që edhe psikologja e tha. Njerëzit sot duhet ta kenë të qartë që nuk kanë vendimarrje të vetën. Pra nuk marrin vendime me trurin e vet. Por truri i tyre i është manipuluar. Do thonë pse. Sa që konsumon këto ushqime, siç janë këto ushqimet ultra të përpunuara, truri jon bllokohet. Hormonet e urisë, e ngopjes, hormoni dopaminës, kur konsumon këto ushqime, ke rritje shumë të lartë dopaminës, ndihesh shumë mirë, nuk ngopesh dot. E kësa njerëz mund të konsumojnë 2 pako patetina pa problem fare. I konsumojnë dhe prap janë të pangopur. Sa të konsumosh 1 kile brokoli, do plasësh, nuk do hash dot më ushqim më mbrapa. Kështu që ne nuk kemi më vendimarrje, nuk marrim vendime me trurin ton, por truri jonë është hakuar në një farë mënyrë. Me gjithë të ushqimet të këqija që ne konsumojmë, kërkojmë gjatë gjithë kohës
prap këto ushqime. Sepse këto ushqime nuk na ngopin, pra na lën të uritur, kanë shumë kalori, janë shumë të dëmshme, edhe janë të modifikuara shkencërisht me kimikate që të na shkatrojnë hormonet. Në laborator ulen ata që e prodhojnë këto ushqime dhe thonë, si do ta bëjmë këto ushqime, çfarë do t'i hedhim, që kur ai personi ta konsumojë mos ngopet. Ti bllokohet, është një hormon, që është hormoni leptin, që ne ngopemi. Në momentin që stomaku është plot, ai hormoni ngrihet nga stomaku, shkon në tru dhe thotë, çfarë interesi ka që të blesh prap? Që të hash, sa më shumë. Do thonë është maksimizim fitimi. Momentin që ky hormon nuk i shkon trurit, ti mund të hash si kjo pafund. Edhe është fitimi në mes. Ndërkohë brokoli të ngop. Shiko çfarë sasi kanë këto të dyja, sa e vogël është kjo dhe sa e madhe është kjo, dhe kanë të njëjtën sasi kalorish. Është, domethënë, njëjta sasi kalorish, shumë më shumë vlera ushqyese, 0 vlera ushqyese. Kjo s'të ngop, do hash 5-6 si kjo të ngop dhe mbyll me kaq. Që ky është problemi që njerëzit sot nuk kanë vendimarrje të vetën në ushqime e në shumë gjëra. Pastaj kur vjen puna tek ushqimja apo aktiviteti fizik, u mendoj 70% e punës është një dietë e shëndetshme, por aktiviteti fizik duhet të jetë patjetër, por më shumë se sa aktivitet fizik në palestër, sepse shumë persona bëjnë 1 orë stërvitje 3 herë në javë në palestër dhe mendojnë që kjo do ja hedhi gjithë jetesën sedentare që bëjnë gjatë gjithë ditës. Unë mendoj më mirë një jetesë aktive në përditshmëri, ku ne bëjmë ecje, ku ne marrim shkallët, nuk përdorim ashensorin çdo ditë për të ngjitur edhe në kat dytë, kur ne nuk përdorim makinën çdo ditë, marrim biçikletën. Mendoj kjo lloj jetese është shumë herë më e mirë se sa 40 minuta në palestër 3 herë në javë, ku ka shumë benefite, por nëse pastaj pjesën tjetër ditës ri ulur në zyrë, ri ulur në makinë, ri ulur në lokal, ri ulur në kafe, është tejet e pavlerë. Dhe unë të shtoja një gjë nëse është e mundur, që statistikisht persona që aplikojnë ose kanë një stil jete të shëndetshëm, domethënë i respektojnë të gjitha aspektet. Pra dikush që ushqehet shëndetshëm ka shumë më tepër të ngjarë të kryer dhe aktivitet fizik, të jetë i përfshirë në aktivitet fizik, ka më pak të ngjarë të përdor duhan, ka më pak të ngjarë të abuzojë me alkool dhe kështu me radhë. A janë të lumtur pra personat statistikisht raportohet që janë më të lumtur. Statistikisht persona që bëjnë një stil jete të shëndetshëm, që hanë shëndetshëm, që kryejnë, që bëjnë aktivitet fizik, që nuk e teprojnë me substanca të dëmshme, statistikisht raportojnë që janë më të lumtur. Trupi tyre, shëndeti tyre fizik është më mirë. Shëndeti tyre mendor, që sigurisht që lidhet në një farë mënyrë, paratia fizike, probleme shëndetësore ndikojnë tek të shëndeti mendor, pra si një lidhje direkte, pa hyrë aspektit psikologjik të vlerësimit. Patjetër që një trup i shëndetshëm, në shumë raste lidhet edhe personi është më i qetë mendërisht, është më pa stres, një person që shmang ushqimet e procesuar, që shmang alkoolin. Se kemi kaq vështirë. Sepse sikurse edhe Pabli ata që është specialist, strikt. Sepse këto ushqime janë tërheqëse për trurin. Dhe ofrimi. Oferta është kudo. Po janë tërheqëse, janë ushqime që janë tërheqëse, alkooli është tërheqës, ushqimet e procesuara janë tërheqëse, patatinat, pa kush mund të thotë që nuk është tërheqëse patatinat ta konsumosh, domethënë janë prodhuar me qëllim të qenë tërheqëse për të bërë që ti përdorësh më shumë. Kështu që megjithatë, nëse i konsumon pak, për shembull një herë në javë, një herë në 2 javë, ta themi dhe këtë. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Një herë njeriu duke thënë gjithçka do jepet dopaminë. Patjetër, absolutisht. Unë dhe pacientu ua them, domethënë është shumë e rëndësishme sasia, sepse nëse ne themi që mishi i kuq nuk duhet, pra duhet ulur sasia, ka njerëz që shkojnë në ekstremin, që thotë unë kam hequr fare mishin e kuq. Në mënyrë absolute, në asgjë s'është e rëndësishme sot të themi 0. Çdo gjë po u konsumua me mas, rezulton të jetë e shëndetshme dhe rezulton në të kundët mos jetë e dëmshme, sepse secili nga ne konsumon një herë, le t'ja themi dhe Pablit, çokoladën, patatinën. Çokoladë zezë ma bëre fiksim, as çokoladë të zezë. Sheqer ka dhe ajo, kupton, 80% çokoladë zezë të bëra në mënyrë 20% sheqer. 20%. Ka sheqer, merr kakao. Shiko, Pabli, sheqeri është gjithashtu pjesë e konsumit. Po jo, shiko, sheqeri ka 0 vlera, do të thënë ushqim që ka 0 minerale, 0 vitamina. Shumë e drejtë. Sheqeri. Shumë e drejtë. Por gjithsesi nuk kemi nevojë për sheqer të bardhë. Është fakt. Po ke nevojë edhe për kënaqësi, Pabli. Eksakt. Po kënaqësi kjo është një pjesë e jetës. E merr me drogën. Po mirë, tani mos shkojmë në të drejtë, por ne nëse i referohemi përditshmërisë, njeriu është qenie që tundohet nga gjërat edhe të pashëndetshme.
Dhe normalisht s'mundet një i ri që tjetë njësoj kujdeshëm si një 50 apo 60 vjeç që të zero në gjithë shka. Ne themi, mos jenë stil jetese, mos jenë pjesë e përditshmërisë. Unë të paktën për çokoladën e zezë kam dëgjuar mrekullirat, bën mirë për zemrën, bën mirë për memorien, bën mirë për hormonet. Tani siç e thash dhe në fillim, industria e ushqimit është industri biznesi shumë fitimprurse. Unë do thosha diçka. Ti do të konsumosh nga blogeru, do të konsumosh nutricionistët. Po, blogerët flasin çfarë gjojnë në Google dhe Wikipedia, nuk kanë informacionet e tyre të studiuar, nuk studion njëri informacione shkencore, libra. Tashti, unë i them njerëzve, është i dëmshëm sheqeri, patetina, të gjitha janë dëmshme. Pyetja është çfarë dëmi do ti bësh vetes? Do t'i bësh dëm për ditë, trupit? Domethënë, sa herë që ti konsumon këtë, sigur një herë në vit do t'i bësh dëm trupit. Unë e diu, të gjithë konsumojmë rrallë, një më shpesh. Qofse do t'i bësh dëm trupit për ditë, haj për ditë. Qofse do t'i bësh trupit dëm një herë në muaj, amba nuk është thuash qofse nuk konsumon ëmbëlsira dhe ushqime të këqija do të gjeni gjë e keqe. Përkundrazi do jesh më mirë. Thjesht çfarë dëmi zgjedh ti? Një herë në vit? Okej, një herë në vit do t'i bësh dëm trupit. Një herë në 5 vjet dëm trupit. Një herë në ditë, një herë në orë dëm trupit. Pastaj çokolada e zezë tash 80% ajo ka sheqer të shtuar. Do benefitet që ka gjithë çokolada zezë me zemër turke. Çfarë torte bën për ditëlindje? Ha çokoladë. Jo, hajde edhe unë ëmbëlsira, se nuk jam Po jo më lutem. Nëse mundem, domethënë është shumë e rëndësishme që ne të kemi një stil jete. Por patjetër që ndoshta diku sa më rrallë jetë e mundur tolerohet edhe një shkelje, ndoshta një teprim, sepse është e pamundur që të shmanget sheqeri apo substanca të tilla, të cilat patjetër që në jetën e sotme duhet ta pranojmë janë formë kënaqësisë. Ushqyerja sot konsiderohet si një nga format e kënaqësisë në jetë. Ushqimi patjetër ushqime të tilla të cilat janë tërheqëse patjetër, por është e rëndësishme që secili prej nesh të adaptojë një stil jete të shëndetshëm, ku dominohet nga ushqyerja e shëndetshme, ku dominohet nga aktiviteti fizik, ku dominohet nga shmangja e substancave të tilla si alkooli apo duhani. Por, se nga ana tjetër mund të rezultojë stresuese, të shmangësh gjithçka për gjithë jetën, kjo rezulton stresuese për të paktën për llojin e jetës që ne aktualisht kemi. Është e vështirë të pranohet. Mos ha këtë, unë shpesh herë gjej njerëz duke thënë perimet tashmë janë të modifikuara sepse rriten në mënyrë shumë të pa shëndetshme, jo bio, ama kjo është gjithandej. Dhe ne do zgjedhim më të mirën që mundemi në ambientin që mundemi. Pra të vendosim një ekuilibër të shëndetshëm. Dhe me që po flasim për shëndetin kardiovaskular të rinjve, unë mendoj që mesazhi kryesor që duhet transmetuar tek prindërit, sepse një fëmijë që adapton një jetë të shëndetshme do jetë një i ri shëndetshëm, do jetë një i moshuar më vonë maksimalisht i shëndetshëm. Duhet filluar ushqyerja shëndetshme, duhet vënë rëndësi aktivitetit fizik që tek fëmijët, duhet vënë rëndësi edukimit emocional të fëmijëve. Traumat e fëmijërisë është parë të jenë një faktor i rëndësishëm risku në shfaqjen e hershme të sëmundjeve kardiovaskulare. Prandaj të bëjmë kujdes maksimal të gjithë bashkë, aq sa mundemi, të gjithë aktorët, sepse jemi një shoqëri vërtet e ekspozuar ndaj gjithë faktorëve të rrezikut, po jemi një shoqëri e vogël numerikisht dhe kemi mundësi të suportojmë mirë, pra të edukojmë emocionalisht pozitiv fëmijët, sepse duket ne tek fëmijët sot nuk i shohim aq të buzëqeshur sa që ishin moshatarët e tyre më herët para epokës masivizimit të elektronikës. Pra, ne duhet të synojmë të gjithë, nga familja dhe nga gjithë aktorët e tjerë, të rrisim fëmijë të shëndetshëm dhe të ruajmë fëmijët nga traumat. Sepse është kyç në shëndetin në përgjithësi dhe atë kardiovaskular në veçanti. A ka të rinj që nuk kanë probleme me peshën, pra me obezitetin, por sërish kanë probleme me zemrën? Po. Jo gjithmonë, një aparencë shumë e mirë, pra jo mbi peshë, jo duhanpirës, tregon që ke një shëndet kardiovaskular shumë të mirë. Kjo është lidhur gjithmonë me gjenetikën pastaj? Jo vetëm, por kryesisht, në të rinë kryesisht me gjenetikën, apo me ndonjë sëmundje të lindur të zemrës të pasbuluar. Prandaj, mesazhi më korrekt që jepet nga ana mjekësore është ai që bëjnë vendet qoftë dhe pranë nesh. Për shembull, në Itali,
me që e marrë shumë model si vend që kujdeset për shëndetin, që ka dietën mesdhetare, prandaj gjithë bota ka adaptuar si dietë të shëndetshme dietën mesdhetare, ku dhe ne jemi. Në Itali, në çdo vend ku fëmijët bëjnë aktivitet sportiv, rekomandohet të kesh bërë patjetër një herë një vlerësim kardiologjik, sepse edhe pse sot vlerësohen që në jetën intrauterine, që gjatë shtatzanisë shikohet dhe shëndeti i zemrës së fëmijës, ka vese të lindura që sërish u shpëtojnë këtyre kontrolleve që në lindje. Dhe një kontroll i parë për çdo individ që merr pjesë në sporte, apo për të gjithë do ishte mirë të bëhet një kontroll i parë kardiologjik. Po kontrollet periodike, kur është mosha që duhet të nisin? Shumë pyetje e këndshme, thuhet shpesh, por nuk saktësohet shpesh. Kontrollet periodike është e mira të nisen nga mosha 40 e lartë për meshkujt, nga mosha 50 e lartë për femrat. Futet mosha faktor risku për meshkujt 10 vjet para femrave. Të gjithë e thonë, por nga që e themi do thot një herë në? Atëherë, varësisht nga risku që një individ 40 vjeç vërtet bën një kontroll periodik të parë, por nëse mjeku e ka parë të plot panoramën e riskut kardiovaskular, atij mund t'i thotë ju keni nevojë për një kontroll kardiologjik pas 3, pas 5 vjetësh. Ndërsa një individ 40 vjeç, i cili shikohet që ka predispozit gjenetike, ka yndyrna të rritura, ka hipertension, edhe kur bën jetë të shëndetshme, nëse nuk e bën hapi parë është rekomandimi një stili jetese të shëndetshëm, hapi 2 pastaj është një vlerësim më i afërt. I thuhet duhet të rishikosh këto, domethënë pasi i rekomandon një stil të shëndetshëm jetese, një 40 vjeçar ka ende një metabolizëm shumë të mirë. Dhe i thua, i rishikojmë me ndryshim stilit jetesës pas 6 muajsh, edhe nëse ka filluar tension apo nëse kanë filluar yndyrna të larta, sepse jo gjithmonë themi direkt mjekim, por patjetër hapi parë është vlerësimi i riskut kardiovaskular të një individit 40 vjeç. Pavli, se për ty i kam gjithmonë konkrete pyetjet. Një gotë verë kuqe në darkë, i bën mirë zemrës shëndetit? Tani... Mos u bëj drastik. Jo. Nuk do ta lejojmë. Tani studimet që dalin thonë që nuk ka problem, madje ka dhe benefite, ka polyphenols, ka antioksidante dhe kështu me radhë. Por unë thjesht dua të them njerëzve që, vera ka këto polyphenols, ka antioksidante kështu me radhë, por këto gjëra mund t'i marrësh dhe ke kakao. Më thënë paka shumë njëta gjëra. Nuk të le kakao pa gjumë? Po, të le pa gjumë, po mos e pinë dark. Pijem që do ta pish në dark për zemrën, pijem gjes për zemrën, kupton, nuk u bëj dark. Ka dhe orën individi që do qetësohet pas punës, ka vënë fëmijët në gjumë. Çfarë kamomili? Atëherë studimet, siç po them, studimet dhe shumë njerëz e tregojnë që ka benefitet e veta. Por ti je kundër. Nuk jam kundra, thjesht më duket pak absurde që të rekomandojnë në televizor live alkoolin tek njerëzit, pasi është ndaluar në fakt të rekomandohet alkooli nga profesionistë të shëndetit. Para ka shumë njerëz që nuk e quajnë fare alkool verën, dhe dyta është pjesë e rutinës. Por jo për profesionistët e shëndetit. Për shumë njerëz po, por jo për profesionistët e shëndetit. Diskutohet kjo, sepse është rutinë e shumë individë. Jo, nuk po them ndaluar me gjë, thjesht unë me principet e mia. Je korrekt, është saktë. Po është një gotë ligjërisht e ndaluar. Po është e rëndësishme. I bie në kundërshtim me parimet e tij si profesionist. Do thosha diçka atëherë për të gjithë njerëzit. Si çdo lloj ushqimi ka gjëra të këqija dhe shumë të këqija, edhe pak të këqija. Nëse do konsumosh alkool, do them kështu, vera mund të jetë një ndër zgjedhjet më të mira që mund të bësh. Pra, mirë është mos konsumosh fare alkool. Tani e mira është normalisht ka kalimi i masës është problematik. Studimet tregojnë që sasi e vogël nuk është problem. Unë studimet nuk i kam bërë vetë, nuk di të them me siguri që po është i vërtet ai studim. Po si je skeptik ti? Vetëm për këtë studim, se për të tjerë. Për të gjithat kam thënë, industria ushqimore është fitimprurse, shumë fitimprurse dhe njerëzit dalin dhe bazohen mbi studime që bëhen nga një grup njerëzish që ne nuk i dimë interesat atyre nga mbrapa në lidhje me bizneset dhe nga kush i marrin financime, sepse çdo studim që bëhet në lidhje me ushqimin merr financime nga mbrapa. Pra mblidhen, më fal një sekond, si bën një studim ushqimor, merret një grup njerëzish, studim statistikor, 30 vetave jepet verë, 30 vetave nuk jepet verë, edhe mbas një muaj shikohen parametrat trupor, edhe dalin përfundime që këta që pinë verën ka 1, 2, 3 benefite, por që të marrësh 60 veta duhen shumë lekë nga mbrapa. Gjithsesi abuzohet një çik me këtë faktin që po pim alkool për shkak të përfitimeve shëndetësore. Nuk është e vërtetë. Njerëzit pinë alkool se u pëlqen efekti që alkooli ka
Nëse duam efekte shëndetësor, jam shumë dakord me Pavlin, ka plot mënyra për t'i marrë efekte shëndetësore që ka vera pa marrë dhe alkoolin edhe problemet që lidhen në këtë. Por a është knajsi, a duam ka tenkë të knajsia, e kontrollojmë, pastaj është gjë tjetër që është në zgjedhje të gjithë secilit. Nuk dua ta mbyll edhe pa një faktor shumë të rëndësishëm që e mendoj unë, gjumi në shëndetin e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në uljen e ankthit. Jashtëzakonisht. Një gjum i mirë tregon një shëndet të mirë. Dhe normalisht është një pyetje gati rutinë që ne ju bëjmë pacientëve. Nëse një individ ka patur një gjumë shumë të mirë deri në X mosh dhe referon që gjumi është prishur, ne patjetër te ky individ gërmojmë më shumë për të parë arsyet pse. Dhe shpesh herë qëllon që lidhet me daljen nga normaliteti të vlerave të presionit arterial, të glicemisë, të sheqerit në gjak, të yndyrnave në gjak, dhe pa diskutim me ngarkesën emocionale të ditës. Patjetër që për gjumë nuk ka nevojë çdo grup mosh njësoj. Sa më i ri, aq më shumë orët optimale të gjumit, 7-8 orë. Por edhe për mosha më të mëdha, pa diskutim që një gjumë që shkon afërsisht tek 7 orësh në ditë është një gjumë i rekomanduar. Pra një gjumë i mirë është baras me shëndet të mirë nga çdo lloj këndvështrimi dhe për më tepër në shëndetin kardiovaskular. Pamle? Si që thate doktoresha, absolutisht, në momentin që një natë... Duhet të konsumojmë ushqime që të flem mirë, rehat, dhe kjo është e lidhur pak, apo e atje? Normalisht. Unë shpesher i them njerëzve, një kivin dark është super opcion shumë i mirë që mund të konsumojnë, sepse ndihmon trupin që të prodhoj hormonin melatonin, dhe hormonin melatonin është hormonin që ne jemi më të qetë, edhe na zë gjumin më të qetë, gjithsesi ka dhe faktor tjerë, përdorimi i telefonit e kështu me radhë. Unë do thosha diçka, një natë gjumi e keqe, të nesërmen bën që trupi jot nuk e përpunon mirë sheqerin në gjak. Pra, çdo lloj karbohidrati, sheqeri që ti do konsumosh, trupi nuk do ta rregullojë shumë mirë dhe do shkojë do ruhet si masë diamore në qelizat tona dhe në mëlçi. Një kuriozitet më shuani, nëse ti ushqehesh mirë, kur them mirë në vijat përgjithshme mirë, nuk abuzon me ushqimin ose me alkoolin e tjerë, dhe ndërkohë vlerat e kolesterolit mund t'i kesh jo shumë të larta, apo pak të larta. Pse? Atëherë, e para për nivelet e kolesterolit në gjak është mënyra jonë e ushqyerjes, por jo vetëm. Por jo vetëm, patjetër që po. Edhe aty është parë që njerëz të ekspozuar ndaj stresit të zgjatur nuk kanë patur të njëjtin nivel të yndyrnave në gjak si në kohën kur ata biles sa edhe ne na e thon, si ka mundësi unë para një viti kam bërë vlerësimin rutinë dhe i kam patur në nivele më të ulta dhe me të njëjtin stil jetese unë shoh që më është rritur niveli i kolesterolit në gjak. Patjetër që është dhe kjo e lidhur sepse stresi ndryshon balancën hormonale. Dhe balanca hormonale pa dyshim lidhet me metabolizmin dhe me nivelin e sheqerit të yndyrnave në gjak. Ama ka njerëz që janë shumë të rregullt në stil jetese, po kanë yndyrna të rritura në gjak dhe këtu futet faktori gjenetik. Mbyllet Jonida për gjumin dhe rëndësinë që ka ai për të qenë të qetë, për të qenë pastaj dhe më të shëndetshëm në shëndetin mendor dhe atë fizik. Unë do të thosh që është fillimi i mbarë çdo ditë. Fakti që ne kemi fjetur mirë apo jo, kemi patur një gjumë cilësor apo jo, është fillimi i mbarë çdo ditë. Kështu që të kujdesemi, dikush e ka të thjesht ketë një gjumë të mirë, edhe për ata që nuk është kaq e thjesht ketë një gjumë të mirë, ta ndihmojnë me plot mënyra me atë që për ne specialistët është higjiena e gjumit, por për secilin prej nesh është e qartë se çfarë na e lehtëson apo na e vështirëson gjumin. Kështu që të kujdesemi gjithsa më shumë për gjumin, pasi tregon se si do shkojnë ose ndihmon shumë në ditën pasardhëse. Edhe si e përjetojmë në një farë. Absolutisht, në gjithë shka që na pret në ditën pasardhëse, na lehtësohet ose nga një gjumë i mirë. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij programi, ishte shumë kënaqësi. Kemi mbërritur në fund dhe do takohemi në emisione të tjera.